Po mendon të blesh makinë, por çfarë duhet kesh parasysh dhe çfarë kontrollesh duhet t'i bësh makinës që ti je duke kërkuar? Unë sot kam një Audi A6 të vitit 2012, motor 3 mish nafte, kambio automatike, S-Line dhe do t'i bëj një inspektim të detajuar me qëllim që edhe ju të merrni nga kjo eksperiencë dhe ta keni parasysh se çfarë duhet bëni kur vendosni përpara se të blini një makinë. Në fakt, momentin që vendosa të shoh këtë makinë, më pëlqeu, kam dalë tani të bëj xhiron e provës përpara se të shkoj ta kontrolloj. Makina ecën mirë, reagon, jam në një rrugë që nuk është se është rrugë e mirë, pra ka gunga, ka gropa dhe po e provoj. Më duket mirë, makina ka 230.000 kilometra, ka ardhur nga Gjermania, nuk është makinë Koreje apo Amerike. Tërheq, se motorin e ka 3 mish. Dhe tani jemi në afërsi të Top Channelit, pra në Mzez, dhe jemi duke shkuar tek servis aksion për t'i bërë të gjitha kontrollet e nevojshme. Aty do t'a shohim makinën për rrjedhje vaji, do t'a shohim për kambion automatike që ka, do t'a shohim për pjesët gjenerike, por do t'i bëjmë edhe një kontroll me kompjuter për të parë se çfarë gabimesh fshe makina brenda saj. Makina më pëlqen shumë se është e bardhë dhe është e pa dëmtuar nga jashtë, pra nuk ka gërvishtje, është full option për modelin e saj që ka, A6, sensor parkimi mbrapa, para edhe kamera parkimi. Sapo mbritëm edhe këtu tek aksion servis dhe të shohim çfarë do na thonë çunat. Makina është shumë komode, në fakt është shumë e rehatshme, sidomos për rrugë të gjata, por nuk do t'ja kisha rekomanduar dikujt që është duke parë për makinë të parë, sepse motori është 3 mish dhe nëse është shofer i ri nuk është se mund ta ngasi këtë makinë me motor 3 mish. Ja ku erdhëm edhe ke servisi. Tue. Ledio është menaxheri i servisit dhe do më tregoj mua se çfarë mund t'i bëj makinës, pra që përpara se të vendosim ta blejmë. Çfarë kontrollesh i kryet makinës? Atëherë, parimisht makinën do e fusim në kontroll me kompjuter. Shikojmë defektet që ka në elektronik, për motorike dhe te pjesa kamjos. Pastaj kalojmë te kontrolli gjenerik për rrjedhje vaji ose rrjedhje ujë, çfarë mund të ketë. Po, se në fakt ky model Audi e ka një çik smundje këtë pjesën e rrjedhjes vajit, a? Modeli Audi 3 mish nafte ka problem me disa rrjedhje vaji që fokusohen më shumë tek pjesa ftosit vajit, ka pakve edhe te pjesa pasqyrës. Pasqyrës. Po kështu si makina, mi si makina janë shumë të mira, vetëm shërbimet duhen kohë. Ama për Tiranë jo, a? Për Tiranë. Se harxho, a? Për Tiranë sa tulet nafta. Jam me Mirin pranë meje. Dhe Miri do më tregoj mua nëse makina ja vlen për ta bler, apo nuk ja vlen, a ka gomina për t'i ndru, a nuk ka gomina për t'i ndru. A rrjedh vaj, apo nuk rrjedh vaj. E shohim ta shikojmë. Vazhdoj? Ecim. U përpara ti mrapa. Ti e ustaj. Qa do shohim ta shikojmë, me që u grem në urë, ta shikojmë këtë gjeneriket, vazhdojmë këto këtë kratë. Shikojmë këto, kontrollojmë. Mu ecje mu duk mirë, nuk është se kisha zhurma. Me që ecje ishte mirë dhe po i bëjmë një kontroll, ta dim. Zakonisht të vujnë nga komët e motorit. Po, të komët e motorit, pjesë e gominave lartë e kratë, vujt, pjesë dhe këtë gomina të shpatllës. Si të duket? Deri tani duket shumë mirë. Nuk ka njëri intuita? Jo, me intuitin ta dhe e shumë mirë. Po gjithmonë beso dhe kontrollo. Normal. Besimi është duhet sigurta. Servisat zjot. A mund t'i kenë la motorin kësaj, apo është kaq i pastër vetë motori? Të shti, ky motor... Shoh që nuk ka rrjedhje. Ky motor ka qenë larma përpara, po tani e ka mirë mbajt burri, e ka mirë mbajt, i ka bërë shërbimet, edhe... Në rregull.
Pjesa dhe kënene tubat alkoolit është okej, gominat i kemë në rregull. Po, gjithçka është në rregull. Po rrjedhje nuk shoh, po? Ti shef në rrjedhje? Rrjedhje vaj nuk ka. Nuk ka, ha? Kemë në rregull. Po, edhe rrypit e dinamos e kemë në rregull. Ku e shef rrypin e dinamos? Ja, sheftin që është e plasme, këtune. Shikon, dhe nuk ka plasariti, është okej. Ajo në mëngjes duket kur është të ftohtë makina, Po, fishkollet tipi fishkollim. Okej. Pjesa gjenerikeve e ke mirë. Po ferrota tamburo kam? Ferrota tambure, shikojmë. Dalim të diagnosë. 50% mirë i ke. 50%, Po, da? 50%. Me syt lirë, po. Tamburët duken mirë. Tamburët nuk kanë skalina, po, vetëm pak. 1% shumë i vogël. Okej. Është në rregull. Edhe pjesa e gomave që në rrugë, mos kesh bezdisje, dridhje e ke në rregull. Ti je mjeshtër i konvergjencës, ha? Se më thanë çunat që ti bën dhe konvergjencën. Si e dallon makinën nëse nuk e ka konvergjencën e mirë? Duket Tash nëse për shembull një makinë për shembull, dhe ka goma ta shikosh pjesën kënene ta vazhdo ta konsumon kjo. Këtë ta lë me lule, këne ta konsumon. Nëse është për shembull konvergjenca kesh nga mrena, vazhdo këne konsumi, zero. Nëse e ke nga jashtë, goma nga mrena. Po, nëse e ke për shembull të hap me gomën, ta hak nek në ta lë lule. Ke dy lloj versionesh. I kursim ca lek dhe për konvergjencën, nëse do vendosim ta blejmë, ha? Nuk ka nevojë për Jo, konvergjencë. s'ke nevojë për konvergjencë. Edhe gomat i ke 80% i ke okej. Okej. Mi fjalë që nuk ke nevojë. I shohim dhe mbrapa ferrota, Po, mos ka dalim nevojë, dhe mbrapa, ka një shikoj. shtrenjta ferrota ato, ha? Po, i ka një qik shtrenjta, po... Brapa rrugës. Janë gati për të Po, ndruar. gati, për të ndru. Besoj gjithë shka. Do ulim çmimin ferrotat, okej, nuk ka rrjedhje makina, normal, janë shërbime periodike. Janë shërbime periodike që duhen bë, një kontroll, një mbajtje, si njeriu që ma vetën, ngrisën puzë, me shpuz tjera, rroba, edhe makinën e ma qik. Okej. Si nga gjenerike dhe estetike. Jam me Andin, me specialistin që do i bëj një ekzaminim kompjuterik, pra do bëj një test me kompjuter për të parë nëse makina ka gabime, ka errore, ka defekte, ka probleme. Andi, është një Audi A6 i vitit 2012. Po. Qa do t'i bëjmë? Se unë i thash para. Do t'i bëjmë një skan të gjithë makinës, se çfarë defekte është mban. Okej, ta çoj tek poja këtë apo? Që Do mos të na mbyllësh bësh derën. Okej. Zakonisht çfarë problemesh elektrike shfaqin këto modelet Audi? Probleme nga më të ndryshme duke filluar që te pompa ndimse të ujit, sensora presioni nafte, sensora ABS-i. Varet. Nëse ti do kishe mundësi, do ta kishe bler këtë makinë? Një makinë të Normal tillë? që po. Modeli 3000 nafte vetëm që vuan pjesën e zinxhirit dhe kushton pak. Për ta ndruar, a? Po, pas se kemi bërë skanimin e gjitha paketave të makinës, shohim që ka disa defekte. Më kryesorja është e motori që mban mungesë komunikimi e cuja me pompën ndimse të ujit. Centralina është e cuja, a? Po, engine elektronik. Me pompën e ujit? Me pompën e ujit ndimse, e cila ndihmon për të ngrohur më shpejt gabinën. Ka një pompë të vogël. Jo me pompën kryesore. Do të thënë jo me temperaturën e motorit. Jo me temperaturën e motorit. Unë nuk vura re që ti të mbin zero. Jo, fare. Kjo është thjesht një pompë ndimse që futet më shpejt uji ngrohtë në gabinë. Okej. Për ta ngrohur më shpejt. Kemi probleme me klimat. Ban elektromotorin e farfallës të temperaturës, që kontrollon temperaturën e brendshme të gabinës. Pra 2 gabime deri tani, ë? Po. 2 defekte. Kemi edhe 2 llampa të djegura. Okej. Lampa nuk janë xenon. Apo? Jo, janë brapa. Tamam brapa. Këto gabime. Okej, janë gabime që kushtojnë për t'u bërë apo? Në kryesorja është kjo e pompës, që nuk e di se sa lek shkon një pompë ndimse. Duhet t'i shikojmë që t'i zgjidhim. Pra, defekte të zgjidhshme, por që kanë një kosto. Po, që çdo makinë mund t'i kishte. Ne bëm një kontroll me kompjuter, bëm një kontroll për pjesët gjenerike dhe na ka ngel pjesa e motorit. Zakonisht A6-ta e këtij modeli 3000 nafte nga se vuan. Çfarë duhet të kem parasysh unë nëse vendos ta blej? Zakonisht ky model vuan nga rrjedhja e serbërtimës dhe vajt edhe ujit të veja në mes. Nuk kishte rrjedhje nga poshtë, ishte e pastër. Ishte e pastër,
Ka dhe problemin e zinxhirit, rrjedhjen kapak motorit, Te kapaku i zinxhirit. kapak motorit, atje vuan zakonisht një model. Pra, do më thënë që motori praktikisht është në një farë mënyrë në gjendje të mirë. Nuk e dim nëse ja kanë ndru zinxhirin apo jo. Nuk i dihet, po Po kur fillon pjesa e zinxhirit fillon bëndet ca ka zhurma zhurmën, ka problematikën e si tip vet. fërkim metalesh, a? Po. Ky motor duket në gjendje të mirë. Nga verifikimet që i bëm, kontrollin që i bëm, është në gjendje optimale për punë. Sugjerimi jot, ta marr mos ta marr. Ta gëzoç. Është në gjendje normale për punë. Okej, faleminderit. Edhe juve. Ky ishte edhe kontrolli që i bëm makinës tek Servis Aksion dhe do t'ju lë numrin e telefonit të servisit nëse ju keni nevojë për të marrë një konsulencë, për të bërë shërbimet e makinës apo për të sjell makinën tuaj për të bërë një full service, sepse këtu nuk merrni vetëm thjesht shërbimin e makinave sa i përket testit me kompjuter, pra elektroauto, këtu bëhen riparime për motorët, shërbime gjenerike, riparime kambiosh, automatike, manuale, robotike, por mund bëni edhe konvergjencë të gomave, konvergjencë të makinës. Kjo është edhe pjesa më interesante e këtij servisi, sepse është koncepti i serviseve të koncesionarit, por sigurisht edhe me çmime më të ulta se sa koncesionari. Këtu keni edhe pjesë këmbimi apo dhe lubrifikant që i duhen makinës tuaj. Bashkë shihemi në videon e ardhshme.